Andaj bashkimi i përgjegjësimi jon në aspektin e jashtëm me ta, në festa, në ceremoni, në gëzime kështu me radhë, shkakton që edhe zemrat na afrohen me ta. A na si musliman e kemi obligim që ti urejmë mosbesimtarët për shkak të kufrit edhe mosbesimit të tyre. Pra kjo është shkaku pse Allahu xhaleshano ka ndaluar përgjegjësimin me ta. Si manifestohet mosfestimi i festave të tyre? Domethënë tash e morën vesh argumentet, tani të shohim se si duhet na të sillemi. E para, nuk guxojmë e kemi ndaluar rrethsisht marrim pjesë në festat e tyre. Pra, masi viti i ri nuk është festa jonë, atëherë kemi ndaluar të festojmë. Të marrim pjesë aty ku e festojnë krishterët, ose çifotët, ose tjerët, ose çka? Ose ta bëjmë as festën të shtëpia jonë. Se kjo është pjesëmarrje në festën e tyre. 2. Mos përputhen veprat tona me të atyve që janë të veçanta për këtë festë. Ato ditë kur ata festojnë kurhan edhe pinë, se edhe kjo ndodh, për shembull dikush thotë, unë e kam marrë domethënë me hongër dhe me pi gjatë natës, edhe pse nuk e festoj vitën e ri, mirë po i kam mbledhur unë të fare fisit edhe po rim bëjmë mohabet. Jo, atë ditë nëse ata gjatë natën rrin ti duhesh me flet. Nëse ata kanë mbledhur me hongër ti kur s'duhesh me mbledh kurrë me hongër. Pra mos më përputh puna jote me puna atyve që e bëjnë në veçantë domethënë në ato ditët e festave. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala thotë, muslimanëve nuk u lejohet që të përngjajnë mosbesimtarëve në asnjë gjë e cila është veçori e festave të tyre. As në ushqim, as në veshmbathje, as në larje, as në ndezje të zjarrit, as pasivizim të ndonjë adeti nga përditshmëria e jetës ose të ndonjë ibadeti, as përgatitje e gostisë, as dhuratat, as shitje e gjërave me të cilat ndihmohet në këto festa mosbesimtarët, as mundësimi fëmijëve dhe të tjerë që të lozin, e as që të veshin rroba të zbukuruara. Thënë troç, nuk u lejohet që të veçojnë festat e tyre me simbole të veçanta të tyre, por ditët e festës së tyre te muslimanët duhet të jetë sikurse edhe ditët të tjera. Do të nuk lejon kur gjon ti. Nëse ti e vesh fëmijën tonë më bukur, ke marr pjesë me ta. Nëse ke i bleh hediye fëmijës tan për vitin e ri, i e bëj sikurse ata. Nëse bën ushqim më tepër se zakonisht, do thotë edhe ti e ke festuar. E për faktikisht çka të bësh me këtyre veprave që i përmend Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, ti ke marr pjesë në këto manifestime.